Live from Tirana në Top Albania Radio. Përshëndes, drejt për së drejti nga pjesa e dytë dhe fundit të Live from Tirana për sot, por dhe për këtë javë, është e premte, data shënon 7 nëntor 2025, në një kohë tjetër ose të paktën një vit më parë, nëse do e kishim në studio, do e prezantonim duke i llogaritur postet apo funksionet që e kanë mbajtur në Partinë Demokratike për afro një dekadë. Në mos gaboj dhe kam përshtypjen që nuk jam gabim, por në këtë moment sot mendoj që është më e udhës ta prezantonin si i vetmi politikan shqiptar që pas viteve 90 ka bërë burg, jo për korrupsion, jo për shpërdorim detyre, jo për afera korruptive, jo për tendera e siç pa akuzohen kohë të fundit, por për një kauzë, për një denoncim publik bërë asë kohë, e cila u akuzua dhe u quaj si shpifje. Zonja dhe zotrinj, Ervin Saliani, mirë se vjen në Live from Tirana. Mirë se u gjej, kënaqësi. Tërësisht kuriozitet personal, edhe ndoshta unë kam base më pak vlerësim për veten se ç'duhet të kem. Ju jeni një figurë e rëndësishme e politikës, se sidomos tashmë me historinë që keni shkruar në karrierën tuaj politike, duke qenë se keni bërë burg për kauzën që unë përmenda. Pse zgjodhët të vini në Live from Tirana, në një gazetar që nuk e ka a prioriti politikën dhe që her pas here e tepron me pyetje apo ngacime. Sparir Top Albania Radio është brand, është markë, është një prej institucioneve të këtij vendi, jo vetëm mediatike, pra sidomos kur ka të bëjë me përçimin e një fryme tjetër apo të përhapjes së një fryme që e ka bërë Shqipërinë të jetë më ndryshe nga Shqipëria e po themi që nuk njifte gjatë kohës komunizmit dhe ishte një Shqipëri e mbyllur në vetvete jo vetëm e mbyllur në po themi në kufi, por edhe e mbyllur në mentalitet, në kufi mendor, po ashtu në veshje, në stil, në shije, në muzikë. Top Albania Radio ka sjell po themi ka bërë një revolucion duke sjell një transformim të shijes dhe krijimin e shijes tek brezat e rinj që e ka bërë Shqipërinë të jetë më perëndimore. Dhe pa diskutim, pjesë e kësaj është edhe zgjedhja që bën erpashershme, përfshirë edhe zgjedhja juaj për të bërë, po themi, këtë lloj po e quajmë provokimi për të bërë debat apo diskutim ndryshe në radio. Unë e bëra parantezën, thash i vetëm politikan pas 90-s që keni bërë burg jo për korrupsion apo shpërdorim detyre. Thënë kjo, sot që jemi zoti Saliani, ja ka vlejtur kauza juaj? Edhe pse aso kohë patë një perceptim publik që pavarësisht që ju futët koklart në burg dhe dolët koklart prej aty, po patë edhe një perceptim publik edhe nga komentet që thuash në kohë sikur u lat edhe pak në balt nga shokët vërdall, thënë kjo. Shka pa diskutim që mos lënë zoti pa kauza, pa ide, pa po themi pa një ëndër e cila të bën që të zgjohesh edhe të kesh përpjekje të vazhdueshme dhe të përhershme për të realizuar. Pa diskutim që mua më nderon edhe kam thënë kam një lloj medalje në karrierën time politike, pavarësisht se me kosto shumë të madhe që betejë ime e ka këtë kosto, por nuk është personale dhe është betejë për një Shqipëri po themi më të drejtë, për një Shqipëri. Po eksperjenca në burg pastaj është tërësisht personale dhe vuajtjet aty janë personale. Nuk ka diskutim. Por po flasim njëherë për aspektin moral të çështjes, për aspektin e diskutimit që ju thatë që I pari që dënohem për një çështje e cila nuk ka të bëjë as me korrupsion, as me vjedhje, as me akuza të tjera, por ka të bëjë me denoncimin e krimit dhe trafikut në botë. Dhe po themi të gjithë zyrtarët apo një pjesë e madhe zyrtarëve për të qenë më korrekt zbatimit të ligjit apo politikan në përballje me mafian kanë pas kosto të tjera. Ju dini çka ka ndodhur në Palermo, në Sicilinë, shumë vende të tjera të Evropës ku përballja me mafian ka kosto të mëdha, kështu që pa diskutim mafia që ka në Shqipëri dhe pushtet politik, po ka pushtet jashtëzakonshëm ekonomik dhe ndikim edhe në institucionet gjyqësore dhe politike të bën që të kesh po themi kosto të këtij lloji, por që besoj që edhe burgosja ishte një lloj mesazhi po themi për gjithë shoqërinë dhe e riktheu edhe një herë në vëmendje për të treguar të gjithë çështjen e lidhjeve të krimit me politikën për ta bërë më të ndërgjegjësuar po themi shoqërinë për rreziqet edhe për riskun që ka dhe për atë që ndodh sot, jemi në autokraci. Kështu që ky është aspekti parë. Aspekti tjetër, ka pas mbështetje të fortë, më thënë drejtën, për të përgjigjur pyetjes që ka pas mbështetje nga kolegët. Pra pasi unë u shkova vetë, fat që kishte një vendimarrje të Partisë Demokratike për që unë të mos shkoja, mos vetë dorëzohesha.
Po kam shkuar për të përballur. Ndaj edhe unë thash me të gjithë ikët koklar të me të gjithë elementët që i kishte të padrejtë kjo çështje, por shkova për të përballur ashtu siç ishte dhe mbas atij momenti ka pasur reagim të forta nga gjithë grupi parlamentar, nga Partia Demokratike, ka pas protesta të forta, ka pas po themi momente tensioni në parlament, vani mend momentet e djegjeve të karrigëve, të përplasjes mes palëve, pra nuk është se ka kaluar pa reagim nga ana e kolegëve dhe shoqërisë. Po ashtu e keni ndjekur që thuajse çdo studio apo çdo qendrim në publik ka qenë mbështetje, çka po them të jepte një lloj kuraje, po them kështu. Kalojmë pak tek burgu në aspekt njerëzor dhe aspekt politik, nëse ma lejon. Po patjetër. Se kam shënuar që publiku ka shumë kuriozitet për burgun në radhë të parë si institucion, dhe ne si shoqëri kemi shprehje burgun nuk e uroj as Hasmit, por gjithashtu kurioziteti kam përshtypjen është më i lartë kur një politikan shkon në burg. Më trego pak për ndjesitë tua momentin e parë që shkele në burg. Po nuk janë ndjesi të mira, pra janë ndjesi të përzierë, pa diskutim që po themi në një rast si ky imi ka po themi edhe përzierje të ndjesive të tjera që nuk kanë bën vetëm për shembull çfarë ju kalonte në kokë në ato momente. Që është padrejtësie, që është guximi që mafia po themi mund të marrë revansh ndaj po themi politikës apo ndaj institucioneve, që e padrejta të triumfojë në raport me atë që duhet të jetë parimi moral më i rëndësishëm në një shoqëri që mban shoqërinë si tillë, si të drejtë, por ka qenë shumë element izolimi, se është shumë e rëndësishme po them të edhe ose e kupton më shumë disa liri apo të drejta kur je aty. Kur nuk i ke. Kur i ke, pra të duken të mirëqena dhe kanë luftuar të tjerët që ne të kemi këto liri sot, dhe çdo gjë që po themi që është e fituar pa mund, pa djersë, pa e ditë, nuk ja di vlerën. Aty kupton vlerën gjërave që po themi në jetën e përditshme as nuk i imagjinon dot që mund të jenë të mirëqena. Patjetër, liria është, pra nuk është një koncept thjesht që vjen nga filozofia apo nga e drejta, edhe që është një drejtë natyrore e patjetërshme për njeriu, po kur të mungon e kupton se pse është vendosur në këtë hierarki të gjërave të rëndësishme në jetë, që është më rëndësishme në fakt. Arritë të flinë gjumë natën e parë? Shko, unë kam pas një se nuk du të, ose më saktë po them që do ta shpjegoj në një për shkak të kohës, nuk e kam dalë, po do ta shpjegoj me detaje në një libër që po bëj për këtë. Do botoni një libër? Për këtë çështje patjetër. Se detaje besoj që kanë një lloj kurioziteti publik, përveç se edhe çështjeve të ka një lloj. Atëherë instinkti im gazetares nuk qen ka e gabuar. Një lloj kurioziteti, jo, absolute. Kur vjen libri, kur planifikohet të botohet, nëse mund ta. Nuk do të jap kohë sepse ndodhin ngjarje dhe shtyn. Po ndodhin edhe ngjarje, nuk kam edhe kohë fizike për momentin, po besoj që shumë menduar titullin. Besoj që shumë shpejt, jo. Jam thjesht duke hedhur disa të dhëna, kam mbajt shënime në gjatë kohës burgut. Thjesht duhet zbardhur, duhet ripunuar. Pra e kam shkruar sepse ty shkruhet me shkrim dorë dhe me laps. Atëherë më jep kënaqësinë që disa nga detajet e burgut të na jap për sot. Ka ik po themi si kështu. Nuk kam pasur këtë problemin, se këtë për të përgjigjer pyetjes drejt për drejt. Nuk kam pasur problemin që shumë në po themi shumë qytetar po themi kështu, apo individë apo njerëz të cilët marrin dënim dhe do shlyen dënimin, kanë një përballje po themi jo të mirë me këtë. Unë jo vetëm që nuk e tregova, pa që e përballova ashtu siç ishte. Dhe aty kam bërë biseda të gjata, por kam pa diskutim nga fjet pa problem. Por kam qëndruar gjatë duke biseduar, duke diskutuar etj për të rregulluar janë këto elementet e parë të rregullimit, se hyn në një gjë që është tërësisht e re. I frikshëm si ambient në aspektin domethënë se ne shkojmë pushime, ndrojmë hotel dhe krijojmë paratë tona. Por nuk ka diskutim që është se më para jeni izolim. Është elementi i një trysnie po themi të madhe që të jep mungesa e lirisë. Dyta jemi orare, treta jemi pra nuk jemi zgjedhje aty. Pra ti je i detyruar që të shkosh. Nuk ka ambiente ndryshe nga ç'flitet, se ka një mit po themi që
është po themi pa drejtë edhe për ata që e vuajnë, nuk ka po themi kushte të mira në për institucionet e vuajtjes së dënimit. As për ato që vinë nga politika. Janë keq. Për asnjë. Pra nuk ka, por janë kushte që do të them edhe ti thosh janë krijuat një komunitet tuaj aty për të biseduar, për të ndarë biseda, se kam përshtypjen duhet të jetë e rëndësishme. Edhe të çfarëlloj profilesh ishin. Shkoj, unë jam një po themi si profil nuk është se jam pa miq. Po themi edhe jashtë dhe në këtë sens duke qenë se kam po themi se është edhe me natyrë, është edhe me sjellje, kam pas për mos të ndryshe nga të tjerë, por për të përqendruar vetëm tek pyetja për veten, kam pas po themi respektin e gjithëve, pavarësisht se secili po themi bën burgun për edhe shlyen dënimin për veprimet e veta, unë kam pas një lloj respekti nga të gjithë. Ai është një burg i madh me thuajse 900 të burgosur, me të cilët disa rrim shumë, disa rrim më pak, por kam pas respektin e gjithëve në të gjithë në të gjithë dimensionat, po them. Qartë. Mirë, për të bërë një vlerësim politik ndoshta unë s'jam person e dur, por në aspekt njerëzor, zoti Seliani është një nga njerëzit më qytetar që unë kam takuar. E të komplimentoj për këtë dhe për mënyrën si po trajtoni bisedën. Do të kërkoja vetëm të më lejoje 2 minuta hapësirë marketingu dhe rikthehemi shumë shpejt në programe të tjera pyetje e një bisede të gjatë. Tim të drejt për drejt me zotin Ervin Seliani për të bërë një bisedë në vazhdimsi për të kaluar herë tek eksperienca personale e herë tek ajo që është e pashmangshme për të pasur një politikan bërës në studio, e për mos folur për politikën, po gjithsesi që ndrojmë pak tek aty ku e lam, dhe thuhet që në eksperiencën e burgut dhe Seliani një nga të mirat në ato që mund të gjesh në burg është koha. Për çfarë mendonit më shumë? Është ke kohë fizike po diskutojmë, nuk e përqendrimin e dur. Pra nuk ndryshe jenë izolim, jenë presion, jenë në kushte po themi ku rrethohesh nga njerëz të tjerë, nga zhurma, pra nuk është një ambient kaq i nuk është bibliotek që të kuptohemi. Pra është ndryshe nga sa mund mendohet, apo se mund shifet në filma dhe shmangen zhurmat nga filmat, po ka filma të tjerë që të tregojnë që ka edhe zhurma. Që nuk është dhe aq qetë. Kështu që në këtë kuptim ke kohë pa diskutim më shumë kohë se sa jashtë, shumë më shumë kohë se sa jashtë. Nuk e të njëjtin përqendrim, por pa diskutim që mund të lexosh më shumë. Kjo është aspekti më, po themi, më i po e quaj më i mirë, që ke më shumë kohë për të lexuar, sepse kjo pjesa e po themi televizionet dhe këto duke qenë se janë ekrane shumë të vegjël edhe televizor shumë i vogël që është në dhomë, është thuajse vështirë. Konsumoni mund të dëgjohet televizion si radio. Patjetër unë kam, do të thënë unë ndjek të jashtë, duke qenë se aty nuk ka asnjë mundësi tjetër për shkak të mungesës telefonave, të kontaktit me botën e jashtëm, televizioni është vetëm çfarë ndiqni kryesisht të darkave në prime time politik? Të gjitha. Për prime time politik për diskutim që ishit zapping në disa kanale apo pa diskutim, sipas preferencave, po edhe zapping në kështu, por nuk ka diskutim që i kam, do të thënë është emisionet të cilat të ngarkojnë më shumë se kur ke qenë betej vet dhe je i trequr për shkak jo për shkakun tënd, por nuk është se je dëmtuar, por je i dënuar me pa të drejtë, pa diskutim që po themi niveli i emocioneve është më i lartë atë kur shikon, po themi kur ndeshen të tjerat. Pra kjo një edhe për pas shumë kohësh kisha kohë të shikoja më shumë ndeshje, sidomos fundjavave aty me njerëz kështu. Pra futboll, pra edhe futbolli ishte më, po themi, më i shpesht. Qartë, edhe nga se i luajtur vetë edhe i parë. Edhe nga ajo që përmendet, por edhe nga disa filma që ne kemi parë, burgu absolutisht nuk është ambient i mirë. Në fund të ditës është për të kryer një dënim i drejtë apo jo, kjo është një temë tjetër. Thënë kjo, keni pasur probleme gjatë atyre 9 muaj e pak në mos ka bëj? Jo, në asnjë aspekt në fakt. Pra nuk është se kam pas probleme përveç elementit të mungesës së të gjithë
të gjithë asaj që t'jep kufizimi për të pasur liri, për të pasur aktivitet, për të pasur kontakte, për të qëndruar me njerëzit që do, për të përzgjedhur bisedat që do, për të udhëtuar, për të lëvizur, për të gjitha këto po asnjë problematik nuk kam pas në raport, sidomos në raport me të tjerët. Qartë. Apo me ambientin, po them kështu, kam pasur një lloj respekti të konsiderueshëm qoftë nga punonjës të cilët paguhen pak, me thënë drejtën, edhe rrin me orare të gjata, pothuajse bëjnë një lloj burgu po me orare edhe ata. Edhe njësoj edhe nga personat që kanë qenë, po themi, vuajtës të dënimit, që nuk kam pas asnjë problem, përveç problemet që të vinte koha për dalë. Përveç një interviste në të cilën folët dhe nuk folët shumë për eksperiencën tuaj në burg, disa kohë më parë, dhe një personi konkret që ju kishte të afër dhe që ju kishte vizituar në burg, kurioziteti im është njerëz nga politika dhe nga Partia Demokratike ju vizitonin, ju mbanin gjallë moralin, flisin, a luftonin me ju që të dilni sa më shpejt për të fituar këtë kauzë? Për shkak të ligjit që po themi unë isha i dënuar dhe jo i paraburgosur, dhe ndërkohë deputetët lejohen që të bëjnë vizita me lajmërim paraprak tek tek drejtoria përkatëse, unë kam pas takime shumë të shpeshta. Pra deputetët nuk ndalohen dhe kam pas takime të shpeshta. Pra kanë ardhur thuajse në mënyrë permanente dhe për këtë duhet i falenderoj që të gjithë. Pra kanë qenë gjatë gjithë kohës, unë nuk kam qenë asnjë moment po themi i pa gjatë paraditës, gjatë periudhës që lejohen takimet. Nuk ka pasur një ditë që mos ketë qenë të paktën një. Më tepër, qoftë nga deputetët apo qoftë edhe nga po themi bota mediatike, po e quaj kështu, të cilët nëpërmjet kontakteve tyre kanë pas mundësinë për të për të zhvilluar intervista, se intervistat më ndaluan. Aty ndihet që i kishit lënë vend vetes, pra siç thohet në përditshmëri, pra që se patjetër kur ti aspekti i rëndësishëm besoj që ka cili do personazh që bëhet publik, por çdo individ në fakt që do të avancojë në një profesion, besoj që është që të arrijë një lloj respekti të caktuar, të trajtohet me dinjitet, të ketë sa më shumë miq apo jo, ose unë të paktën kështu e shoh. Dhe në këtë kuptim apo në këtë aspekt jam ndier i nderuar dhe po themi falenderues. Jo vetëm ndaj miqve, por edhe që kam arrit që ta kem këtë, po themi, këtë lloj mbështetje, edhe këtë lloj përkraje dhe masivitet i cili u pa besoj edhe në reagimet në për studio, në për gjitha studiot pa përjashtim. Çfarë ndjenit kur shihni studio televizive që flisin për ju dhe ti ishe aty? Nuk mund të them që nuk ndihesha mirë, sepse ka pak ose as pak njerëz, të paktën nga njerëzit që dalin publik, se nuk di rrjetet, se në rrjetet për herë ka çështje tifozerie që të kenë mbajtur qendrim, po themi, negativ, apo që të ketë thënë që dënimi ishte i dur, kështu që në këtë aspekt ishte një tjetër betejë e fituar. Qartë, dhe me që jemi tek betejat dhe për ta lënë burgun më njan, siç ju fizikisht e keni lënë, por përpos saj na informuat edhe na thatë që do të botoni një libër për këtë eksperiencë të vështirë, por e rëndësishme, se patjetër edhe eksperiencat e vështira janë të rëndësishme në jetën tuaj. Pyetja është, çfarë do të bëni tani në aspektin politik? Pra, me ajsta, unë kuptoj dhe di për gati 5 vite në mos gaboj, ju nuk mund të keni asnjë lloj angazhimi politik. Pra nuk mund të mbani asnjë post funksionar. Jo domosdoshmërisht, por nuk është. Ç'do të thotë që unë mbaj, siç dhe tani jam në kryesinë e Partisë Demokratike, unë mbaj çdo funksion në Partinë Demokratike. Jo, flas jo angazhimin partijak, po flas për angazhim. Po institucional është ashtu, por ndërkohë që çështja është në gjykatë kushtetuese dhe unë besoj që nëse nuk do të ketë një vendimarrje nga ata, do ta zgjidh shumë shpejt në Strasburg. Por pavarësisht kësaj nuk më ka penguar. Çfarë kërkoni ju nga kushtetuesja? Po drejtësi. Po diskutojmë rivendosjen. Si vendoset drejtësia në rastin tuaj në vend? E së drejtës. Duke konstatuar që ishte një proces me shkelje të rregulta të një procesi të rregullt. Që do të thotë çfarë ju detyrohet ju shteti shqiptar? Nuk ju fare të çështja e detyrimit. Minimalisht detyrohet që të prish atë posaçinë që ka bërë për të nuk i rikthen dot ditët, por të paktën të rikthej të drejtën në vend, dhe kjo rikuperon pastaj edhe këtë pjesën që ju thoni për mos kandidimin për një periudhë caktuar, se ka një paradoks që unë nuk kam një dënim plotësues, pra në kodin penal shqiptar.
pjesa po themi e ndalimit të funksioneve publike për 5 vite është një dënim plotësues që jepet bashkë me veprën penale. Tek unë nga që donin të më shpangnin nga fushata, se ky ishte qëllimi edhe nga parlamenti, shpikën një marifet ku kjo vepër që jam dënuar unë, prap nuk përfshihet tek veprat që ndalohen nga ligji i dekriminalizimit, po kanë gjetur një histori që për shkak të parashkrimit të veprës edhe dënimit formës së prerë duhet të jesh 5 vjet. Pra është gjitha një përpjekje, po themi, e regjimit për të ndaluar që të përballen zgjedhje, se unë kam mund zgjedhje, do ta them sa herë të mundem të. Pra unë ku kam qenë në zona që kam pasur zona përgjegjësie, kam qenë fitues. Siç kanë fituar edhe betejat publike të çdo rasti që kam denoncuar, përfshi edhe rastin për cilin u burgosa, ku ditën që e denoncova, i denoncuar për me shkoi në burg që atë ditë. Kështu që në këtë kuptim un kam, po themi, nuk më mungon shumë pjesa e pa diskutim që është tjetër hapësirë dhe tjetër vëmendje parlamenti, se për këtë bëhet fjalë kur je në opozit, por nuk më mungon, po themi, as aftësia, as kontaktet, as po them jo mundësia, po idet për të kushtetuesja nuk ju jep të drejtë dhe procesi në Strasburg mund të zgjasë. Shkoj në Strasburg, nuk zgjat shumë, zgjat në kohë. Pra në zgjedhjet e tjera unë do jem. Do të jeni në zgjedhjet e tjera, do të kandidoni. Pa diskutim, nuk për deputet, nuk bëhet fjalë. Apo keni synime të tjera. Ajo më ndalohet, se të tjerat nuk është të më ndalohen. Për momentin ajo është të ndaluar. Ju e synoni, keni në ambicje se tani çdo gjë vjen me moshë, e kupton? Unë sigurisht edhe me angazhim, edhe me aftësi. Jo, nuk e kisha për ju këtë, e kisha për përgjithësi, po themi. Për një tjetër politikan që është një moshë madhore, larg qoftë sa më e largët dita në aspekt njerëzor, po nuk do të jetë përjetësisht aty. Ju e synoni udhëheqjen e Partisë Demokratike? Është në ambicet tuaja? Unë kam qenë dhe jam në udhëheqjen e Partisë Demokratike, por po themi për qenë kryetari i saj. Po, kjo është po themi tjetër dimension që mendoj që është momenti që kushdo që e ka këtë ambicie, mua më vjen mirë që shihem, po themi, si në publik apo në për studio si potencial. Ka një perceptim për këtë, ndaj edhe unë ta bëj si pyetje. Nuk është, po themi, se kjo më që të jepi pa vërtetë të them që kjo më bezdis. Tregon që gjatë aktivitetit tim, gjatë, po themi, punës, gjatë betejave, kam arritur të tregoj një element shtesë, nuk është se shifet për gjithë kjo, por nuk është ky momenti që unë do të diskutoj për këtë gjë. Është momenti ku të gjithë faktorët opozitar, edhe shoqëria, duhet të bëjë të pamundurën për të kufizuar pushtetin absolut të një njeriu vetëm dhe të një regjimi që duket sikur nuk është e tillë për shkak se ekziston kjo liria e të folurit apo vende apo liria e të lëvizurit, po themi, ndryshe nga e kaluara, por në fakt jemi në regjim dhe duhet gjejmë të gjithë mekanizmat të rriqë mos e shfokusojmë as energjinë as vëmendjen nga kjo betejë dhe po themi kjo lloj shfaqje ambicie nga kushdo në këtë moment do ta devijonte pak sa vëmendje. Qartë. Mirë, e mora përgjigjen në rreshtë dhe kush ka pak aftësi për të kuptuar, besoj që ju lexoj shumë mirë. Shkojmë edhe një herë në një hapësirë të shkurtër të marketingu dhe rikthehemi shumë shpejt me zotin Saliani. Transmetim të drejtë për drejtë, 11:35 ora eksakte në këtë moment. Live from Tirana vazhdon transmetimin e saj në këtë të premte të datës 7 nëntor 2025 me zotin Ervin Saliani në studio. Edhe e theksoj dhe një herë shumë qytetar jashtë kamerave patjetër, por edhe në mënyrën si i respektoni gazetarët për të vlerësuar se jo të gjithë e kanë, qoftë nga politika apo qoftë nga showbizi. Sepse unë mendoj që cili do jo vetëm duhet të ketë pjekurinë e duhur, po është themi pjesë e kulturës politike që të respektosh mendimin ndryshe, se flasim për gazetarë të cilët kanë qëndrime të ndryshme dhe në raport me politikën në fakt edhe më tashpër mund të ishin. Pra nuk është se dhe ky pretendimi që ka politika në Shqipëri që vjen për shkak të mundësisë të kaluarës që kush ishte në byro apo kështu duhet shifej sikur ka jetën në dorë, ky është gabim i madh. Edhe kjo mendësi duhet ndryshuar, nëse nuk ndryshon mendësia që të shikojë që politikani duhet të rrijë më i përulur para qytetarëve apo gazetarëve pa diskutim, të cilët janë në shërbim të interesit publik, por e shohin veten sikur duhet të jenë të paprekshëm. Kjo pastaj është e paimagjinueshme dhe tregon edhe një herë tjetër që edhe kur ndryshojnë apo ka ritme të shpejta, pra sot Shqipëria po ta shohësh në raport me godinat, me po themi infrastrukturën është shumë më mirë se sa para 30 sa vitesh, por në raport me mundësinë
nuk ka ecur në të njëjtin me mundësinë demokratike flas, nuk për aspekte të tjera të shoqërisë, po me mundësinë e ndërtimit të një kulture demokratike është shumë më mbrapa se sa po diskutojmë se vendet e tjera, po edhe shumë më mbrapa se sa ka ecur gjithë aspekti tjetër i zhvillimit ekonomik apo infrastrukturor të vendet. Qartë, më lejo tashmë të nxjerr pak nga spektri politik, edhe kam një pyetje që besoj e kanë shumë për ta bërë dhe kam përshtypjen që edhe mund t'ja bëjnë pafundësisht në përditshmëri. Si ndihet një mashkull se burr më saktë si zoti Ervin Seliani, që historinë e tij të dashurisë ka të konkretizuar me një prej grave më model në Shqipëri, që ka frymëzuar dhe kur ka qenë në politikë dhe vazhdon e frymëzon në televizion. Sa është ritmi juaj i të qenurit krenar? Po shumë po them, pra është fat pa diskutim, po është edhe pjesë e krenarisë, po edhe but kuptimit të ndërtimit, po themi të gjithë asaj që un jam, kështu që e kam mbajtur siç e keni parë, po themi të aspektin personal përgjithsisht kufizuar në diskutimet publike, por pa diskutim që është po themi pjesë e rëndësishme, apo pjesa më e rëndësishme e imja. Qartë. Mirë. Ta ndryshon jetën dashuria? Dhe sa? Shiko, un jam tek ata që besoj ka disa që jam besimtar, disa që nuk jam besimtar në përgjithësi. Unë të njerëzit që besoj, pra besoj në Zot, besoj që ekziston, po themi, edhe nuk është vetëm në libra dashuria. Kur vjen fjala tek dashuria, ju jeni idealist. Përjetimi, idealist janë përgjithësi tek të gjitha, por po themi në këtë dimension ku nuk e shoh si një raport kontraktual, pa diskutim që për mua është element i rëndësishëm ndjesia, kimia, përfshirja që është dhe që ka një element përtej të zakonshëm. Kështu që po diskutim që po. Ju pëlqen martesa si proces? Pra ju jeni përtej politikës në këtë drejtim, jeni tradicional si natyrë? Shkë, po nuk është se kam nuk është po them se e shoh domosdoshmëri, apo kam në një gjykim për njerëz që nuk i duan, po themi, eventet, organizimet e tjera. Ashtu siç nuk është se kam, po themi, në vlerësim apo në një gjë të veçantë për gjithë njerëzit që e bëjnë. Unë mendoj që është varet si të vjen edhe kur të vjen. Po flasim si institucion, jo vetëm ligjor, apo besoj e kisha edhe në aspektin e organizimit të gjërave. Besoj që njeriu është dhe duhet të jetë jo vetëm i lirë, po është në ndërgjegjen e gjithë secilit të zgjedh formën e vet të mënyrës, nuk bën vetëm martesa në vetvete, po themi që dy njerëz të jenë me njëri tjetrin. Pra, po themi si institucion ligjor, si instituti së drejtës, po flasim. Ndërsa në aspektin e bashkëjetesës apo të jetesës përditshme, nuk besoj se thot apo bën një ndryshim nga format e tjera të bashkëjetesës, të qëndrimit me njëri tjetrin. Duke respektuar dëshirën tuaj për të qenë i kufizuar në deklaratat tuaja publike në lidhje me aspektin personal, më thuaj nëse shkoi më shumë se ç'duhet. Thënë kjo, pati një shpërthim të rrjeteve sociale disa muaj më parë nga një koment i juaj shumë i bukur, jo për ta bërë si pyetje, se besoj njerëzit e kanë kuptuar dhe janë të qartë, por nuk e di sa ju i ndiqni trendet e rrjeteve sociale dhe pati shumë video reale që thoshin nëse ai nuk të bën një kompliment të tillë, fjala bie kënaqësia ime përjetshme, ose çohet sa muaj në burg, ose jepi këtë video dhe tregoj shembullin e Ervin Selianit. Pra, pati një shpërndarje edhe në rini historia juaj. I pe ato video? Pa diskutim, edhe po nuk i pash me sjelljen, se unë po ishin bukura, ishin po themi të realizuara mirë, pra ishin me imagjinat të lezetshme, por kishte pra i shijoj, nuk është se kam në përgjithësi çdo gjë që është krijim në fundit, ato ishin krijime të bukura, fakt kishin marrë një element po themi të imbatuta që unë bëj në emision dhe kishin bashkuar me këtë që
duhet edukuar nëse nuk sillet kështu si Zoti Seriani. Kështu që të bukur ishte. Mirë, e lëm këtë aspekt se dua të kalojmë një tjetër gjë shumë të rëndësishme, është e pamundur ta evitojmë. Sigurisht politika ka gjithmonë në aktualitet. Çdo ditë ka kronika lajmesh, por besoj që këtë ditë e keni parë që ka qenë më e nxehtë se ndonjëherë. Janë thënë shumë gjëra për rastin e zonës Balluku, pra. Disa thonë duhet t'jep dorëheqje, disa tjerë jo po s'ka asnjë vepër penale, në dosjen e zbardhur disi, në ato copëza që kanë rrjedhur. Analiza juaj mbi rastin konkret ose në tërësi, pra si shihni ju politikën momentalisht? Secili mund të flas, po themi në për çështje të ndryshme të debatit publik, mund të flas nga këndi pozicionet që mban apo qoftë edhe nga tifozëria që ka, apo qoftë edhe nga interesat partijake flas që mund të ketë, po disa element nuk duhet të harrohen kurrë, që janë që janë që politika ka një moralitet të caktuar kur bëhet fjalë me përgjegjësinë publike dhe kur kaq shumë njerëz në funksionet, po themi, më të larta shtetërore kapen në shkelje në lidhje me krimin shumë të tjerë që kanë përfunduar në burg dhe nuk ka asnjë përgjegjësi, por jo vetëm që nuk ka tërheqje apo dorëheqje apo në një lloj, po themi, vrasje ndërgjegje nga ana e qeverisë dhe kryeministrit, por ka një lloj fryrje me prepotencë. Kjo pastaj të bën të kuptosh që jemi në një vend ku po tentohet të përmbyset jo vetëm siç janë përmbysur hapësirat e lirisë dhe kontrolli i institucioneve duke nështruar vullnetit të partisë së shtet, por edhe të përmbysjes së disa normave që jo vetëm të vetë përmbajtjes institucionale, por edhe të një kulture demokratike të caktuar. Për zyrtari, po themi edhe në këtë rast zëvendës kryeministri Balluku është një zyrtare publike që paguhet me taksat e qytetarëve dhe duhet sillet si e tillë në raport me përgjegjësinë që duhet mbajë në këtë dimension. Është një rast që tregon, po themi, të gjithë mënyrën e funksionimit të qeverisë që ne e kemi thënë në këto 12 apo 13 vite fatkeqësisht, që gjithçka është e paracaktuar, që është një element që bëhet me gjasme, që ka një konkurim publik në për tani me diellat apo me hënat, më përpara me agjenci të caktuara, dhe ka një realitet tjetër ku vendosja dhe përcaktuesi i fateve njerëzore, po them kështu, po dhe i fateve të kompanive ekonomike që lidhen me fate tjera njerëzore, bëhet nga kulisa apo nga lëvizje të cilat nuk duhet të jenë të tilla. Kështu që pa diskutim ky është një rast shumë i fortë dhe i rënd. Unë kam kërkuar që për këtë rast kam kërkuar në kryesinë e partisë që Partia Demokratike duhet të organizojë protesta të forta, duhet të organizojë pa diskutim për të shkundur shoqërinë në raport me këto fenomene të cilat po e bëjnë të pajetueshme Shqipërinë dhe po largojnë mirat të rinj. Janë larguar sipas raporteve të Eurostatit, thuajse 600.000 shqiptarë. Ndaj kujt protesta? Ndaj qeverisë në përgjithësi, Ramës, zonës ministres? Pa diskutim që largimin e Edi Ramës. Pra këta secili Balluku, Malluku, Rama bashkë me Ballukun apo largohet vetëm Rama? Kjo është përgjegjësia e qeverisë që duhet largohet qeveria. Pra nuk mund të kërkosh që kur është kapur një projekt qeveritar me ato shifra, dhe kur nuk është zëvendësja e parë e Ramës, për zëvendësja e dytë, është njeriu tjetër më i pushtetshëm në parti, që është kryetari i Bashkisë së Tiranës. Është një tjetër narrati, shumë të tjerë për shkak të lidhjes me krimin ka punën e vet, ka thënë zoti Rama për Deutsche Welle. Ne kemi punën tonë. T'u them merrni rastin po ju marr një rast që jo për treguar çudinë se në Shqipëri çuditën, po për treguar nivelin e përgjegjësisë politike në vendet që ka demokraci. Ish kryeministri i Britanisë së Madhe Boris Johnson. Dha dorëheqjen dhe ju shkatërroi karriera vetëm për shkak se kishte organizuar gjatë kohës së Covidit fest në ambientet fest, po dark në ambient ku nuk duhet të ishin aq njerëz sa ishin. Pra vetëm për këtë arsye dhe që ishin në ambiente, po themi të godinave, po jashtë, prapë se do që të jetë ambiente të jashtme. Dhe për shkak të kësaj u doroq dhe nuk uri më këmbë kurrë. Tani politika ka disa, po drejtësia ka punën e saj në raport me përgjegjësinë penale. Politika ka përgjegjësinë e saj në raport me përgjegjësinë morale
që mban një i zgjedhur për zgjedhjet e veta për të drejtuar, po themi, dikasteret të caktuara. Kështu që vetëm kështu mund të shkojë përpara shoqëria. Në Shqipëri ka ndodhur deri tani thagma të merra, pra deputet të cilët janë bërë deputet ndërkohë që kanë qenë të dënuar për prostitucion. Drejtues të lartë të bashkive që kanë qenë të lidhur apo të dënuar për trafik droge, trafik ndërkombëtar. Këtu kemi njerëz, ministra të dënuar për lidhje me trafikante dhe për lehtësim të rrugës së trafikantëve për të bërë trafikun lehtëshëm. Tani çfarë duhet të ndodhë më shumë në një vend? Pra cila është vija që bën që një qeveri të triqet, se dakord, por drejtësia është një aspekt që bën kontrollin, por nuk dyshon dot mënyrën e qeverisë. Si ikën Belinda, vjen Arifi. Por këtu nuk është çështja e emrave. Emrat që futen brenda të njëjtit mekanizëm dhe që prodhojnë të njëjtin nivel korrupsioni, prodhojnë të njëjtin nivel, po themi, papërgjegjshmërie. Këtu nuk kemi të bëjmë pasaj me një rast izoluar të njeriu vetëm, dhe këtu duhet ndryshuar me themel gjithë, po themi, gjithë situata politike, gjithë mundësia politike, dhe duhet mbajtur përgjegjës politikisht për situatën. Keni parë ju që kur ka ndodhur kjo ngjarje flet gjithë Shqipëria përveç kryeministrit, ndërkohë që i pari duhet fliste ishte kryeministre. Kishte bërë një podcast sot, po kishte folur për tjera gjëra. Podcast mund të bëj, ka dalë edhe një xhiro nga bregu, por këto janë se edhe kjo tjetra, domethënë, kryeministri që sillet si adoleshent, bën podcaste, bën nga këto, kërkohet çdo hapësirë vëmendje të mundshme. Këto janë pasaj çudi të tjera që secili ka hapësirat e veta për ku bëhet podcasti, ku bëhet diskutimi, ku është media, ku është përgjegjësia, po mor kryeministri. Tani ai vëmendjen e do dhe ne nuk mund ta mohojmë. Po mor kryeministri, po dakord, pra nëse kryeministri merret me podcaste, merret me flokët dhe me veshjen e kandidates së Vlorës, me syt që t'i dalin të një gjë tjetër, me elementët e po themi fasadave, me këto, po kur qeveris, pra se nuk del koha. Diella pret 80 fëmijë. Se kjo është se kjo është e rëndësishme për qeverinë pastaj. Po diella është një operacion propagande ndërkombëtare që në raport sa ata e marrin seriozisht, nuk e dinë që këtu është qesharake e gjitha. Pra që ka marrë vëmendjen duke qenë se është rasti i parë, është unikal, është gomarlik, se çdo gomarlik merr vëmendje në botë po bëre. Ka pasur, po themi, analiza i kanë parë nëpër mediat ndërkombëtare, duke i kushtuar disa kovertinën, ndërsa shumë të tjera thuajse nga 10 faqe reviste se si shkatrohet demokracia duke kaluar nga njerëz të cilët kanë ndjesi, përpunojnë në mënyrë të caktuar informacionin, kontaktin dhe pastaj arrin një vendimarrje të caktuar dhe diskutohet me njerëz tek një element që shkatrohet demokracia duke vendosur një robot që në fund të ditës do të bëjë ato që e programon njeriu. Apo jo? Pra dëgjoj. Të kemi rritur në fund të Live from Tirana për sot, por përpara se të përshëndetem të falenderojmë Zën Zelian, një rukujtesë të vogël, Shqipe Brand, dhe kemi në tavolinë gjithë muajin nëntor për shkak të fushatës, për shkak të muajit kuqezi, janë kapele dhe jo vetëm janë disa produkte që ju mund të përdorni dhe t'i vishni, prodhuar nga një histori suksesi një shqiptare që jeton në Amerikë, që ka jo vetëm logon e shqiponjes dukrenare, por dhe emrin shumë unikal Shqipe që na përfaqëson më së miri, kështu që blini online në shqipe.com, në vend të is keni numër 1. Kemi të kaluar çdo lloj minutazhi, të falenderoj shumë që ishe në Live from Tirana. Dhe mirënjohës për qytetarinë që ju përfaqëson dhe karakterizon. Kënaqësi. Mirë, kaq për këtë javë dhe për sot, ne do të dëgjojmë sërish të hënën. Deri atëherë, fundjavë të bukur të gjithëve.